Atëherë prej 15 prillit, kur është dashur të konstituohet kuvendi, pasojat janë në dy rrafshe, në rrafshin e jashtëm dhe atë të brendshëm. Në rrafshin e jashtëm tashmë është pasojat vrehen dhe janë evidente. Kosova dështoi që të jetë pjesë e agjendës në Komitetin e Ministrave për të bërë pjesë e Këshillit të Evropës dhe për këtë çështje përgjegjës është shumica parlamentare, pra partia e cila ka të drejtën ta propozojë kryetarin e kuvendit dhe të shkojë pastaj edhe me radhën e votimit të mandatarit. Pra, fillimisht në rrafshin ndërkombëtar kjo, në rrafshin ndërkombëtar prapë sërish një çështje e dytë që Kosova në mungesë të kuvendit Kosovës që t'i votojë dy marrëveshje ndërkombëtare, pra tashmë është duke dështuar të marrë fonde nga plani i zgjerimit të Bashkimit Evropian, fillimisht duke mos i votuar ose duke mbetur pezull tashmë dy ato marrëveshje ndërkombëtare, të cilat njëra është marrëveshje që Kosovës i disburzohen disa mjete prej 62 milion euro në formë të paras e cila nuk do të kërkohet kthim, ndërkohë pjesa tjetër është para e cila kërkohet të miratohet nga ana e kuvendit me një maturitet për një periudhë të gjatë me kamat ligjore të vogël. Kjo pasaj do të ndikojë drejt për drejt në jetën e përditshme të secilit qytetar, sepse ato marrëveshje janë kryesisht për çështje infrastrukturore, mjedisore, ujore dhe çështje të banimit social dhe të përballueshëm. Sa i përket rrafshit të brendshëm, pasojat evidentohen tek çështjet që lidhen tek reformat në drejtësi, tek reformat në skemat pensionale dhe sociale, tek reformat fiskale dhe tek çështjet e tjera të mirëqeverisjes. Tani më nga qershori i këtij viti do të rritet energjia elektrike për bizneset, rrjedhimisht do të ngriten edhe çmimet për qytetarët, për shportën kryesore të qytetarëve dhe për këtë çështje nuk ka dikush se si ta adresoj në mungesë të këtyre institucioneve, sepse e dim sipas ligjit për qeverinë, qeveria nuk ka të drejtë të marrë vendime ose të paktën ta subvencionojë ose të paktën ta parandalojë një veprim siç është i zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, ndërkohë nuk ka as kuvend të konstituuar që kishte me mbikëqyr këtë rregullator prej nga edhe ku i voton anëtarët e këtij bordi. Aktualisht Kosova është në minus për shkak të këtyre dy aspekteve që i përmenda edhe më herët. Ndërkohë, edhe nëse shkohet edhe 2-3 muaj të ardhshëm pa konstituim të kuvendit dhe pa formim të qeverisë, normalisht se minusi do të jetë edhe më i madh, sepse shiqoni kuvendi mund të konstituohet, pastaj është një afat tjetër për formim të qeverisë, ndërkohë me tradheni korrekt edhe nëse do të konstituohet shkon në pushim kuvendi, përveç nëse vendosë ndryshe për shkak të çështjeve që i ka me ngutim ose me shku në pushim, por rregulli është që shkon në pushim me tradheni korrekt dhe paramendoni situatën kur një kuvend i Kosovës që nuk është konstituuar prej 15 prillit shkon në pushim me njëherë me tradheni korrekt. Aja që e dim, edhe deputetët edhe duke filluar edhe prej kryetarit të kuvendit dhe kryesisë nuk pritojnë që të jenë pjesë më shumë e pushimit se sa e punës së përditshme. Kjo është evidentuar në raportet tona të IKD-s për punën e kuvendit të Kosovës dhe nuk presim që një kuvend tjetër të jetë më i mirë. U pa me 15 prill, po shihet hera e 22 do të jetë hera e ardhshme, dita e nesërme kur do të tentohet për me konstituo dhe nuk presim një legjislaturë që ka me i prek edhe ka me i adresu problemet edhe tek reformat që ka nisë, edhe ato që do të mund nisë, edhe tek çështjet që i prekin qytetarët në jetën e përditshme.